Qendra Komunitare Kulturore Dimitër Orgocka në Maliq po merr formë të plotë dhe tashmë duket më e bukur dhe më funksionale se kurrë. Ky investim i rëndësishëm është rezultati i bashkëpunimit mes Bashkisë Maliq dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Kryetari i Bashkisë, Gëzim Topçiu, tregon se bashkia ka mbuluar ndërtimin, konstruksionin dhe pjesën e brendshme, ndërsa Fondi Shqiptar i Zhvillimit po përfundon instalimet, ndriçimin, pajisjet, ngrohjen dhe të gjitha elementet e nevojshme për funksionimin e qendrës. Ai e vlerëson këtë investim si një nga më cilësorët në territorin e Bashkisë Maliq dhe thekson se qendra do të jetë e përfunduar dhe e aksesueshme për qytetarët brenda një periudhe të shkurtër. Po një investim shumë i rëndësishëm, një investim të themi bashkëfinancimi midis Bashkisë Maliq dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Nga ne bashkisë është bërë pjesa ndërtimore, konstruksioni, çatia, gjithë pjesa e betoneve. E tashmë gjithë investimi tjetër po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, një investim shumë cilësor, shumë i mirë, ndoshta një nga investimet më të mira që është bërë në territorin e Bashkisë Maliq. Jemi në fazën finale të themi, po bëhet pjesa e ndriçimit, e pajisjeve, e provave elektrike, ngrohjes e gjitha aksesorëve të nevojshëm që do ketë ky pallat kulture, kjo qendër komunitare e cila do të shërbejë për shumë veprimtari të themi për të gjitha moshat. Nga ana tjetër është pjesa e territorit jashtëm i cili do të investohet nga bashkia, besoj do fillojmë shumë shpejt edhe në sistemimin e të gjithë territorit rreth saj dhe besojmë që brenda një muaj e gjysmë kjo godinë do të jetë e përfunduar dhe të jetë e aksesueshme për të gjithë qytetarët. Topçiu nënvizon gjithashtu rëndësinë e emrit Dimitër Orgocka, një ikonë e kinematografisë dhe teatrit shqiptar që ka filluar karrierën e tij në Maliq. Qendra do të funksionojë si një pikë referimi jo vetëm për qytetin, por edhe për rajonin dhe më gjerë, duke krijuar lidhje me teatrin e Korçës dhe institucionet kulturore të vendit. Një emër i rëndësishëm, një ikonë e kinematografisë, një regjisor i famshëm i cili ka filluar karrierën e tij nga Maliqi. Pa tjetër një respekt edhe për figurën e tij, kështu që le të jetë kjo qendër një curi e mtejshme për kulturën, për artin, jo vetëm për Maliqin. Besoj do jetë një qendër rajonale e cila do ketë një ndërthurje edhe me teatrin e Korçës, me të gjitha institucionet kulturore të rajonit, mos themi edhe në rang republike. Do themi pse mos jetë kjo qendër një qendër rajonale, por edhe më gjerë për kulturën, për artin, për kinematografinë, për arkeologjinë, për çdo gjë që ka lidhje me Maliqin. Zamira Kita, aktore dhe drejtoreshe e teatrit të Korçës, shprehet se qendra e re do të mundësojë zhvillimin e shfaqjeve teatrale, koncerteve dhe ngjarjeve të mëdha kulturore, duke ofruar hapësira të rehatshme për publikun dhe artistët. Së pari, unë ndjehem shumë e lumtur, shumë e kënaqur, sepse do t'i shtohet Korçës, rajonit ton, një tjetër teatër shumë i mirë, me parametra kontemporan, një teatër që nuk do të ketë vetëm komoditetin për të qenë publiku mirë në shfaqjet që do të luhen atje, por edhe do të ketë një teknologji të tillë që do të mundësojë jo vetëm shfaqje teatri, por edhe koncerte, aktivitete, evente, ngjarje të mëdha, festive artistike kulturore, të cilat do ta pasurojnë më shumë aktivitetin kulturor, kalendarin e të gjitha kohrave tona që do të vinë. Unë jam shumë e lumtur sepse duke qenë një teatër tjetër, prodhimet tona në këtë rajon do të na i mundësojnë në dy salla. Pra, nëse ne kemi 2-3 shfaqje në të njëjtën kohë dhe oraret e shfaqjeve janë të zëna, apo filmat që tani vinë me shumicë, ne mund t'i shpërndajmë aktivitetet. Jo mund, por do t'i shpërndajmë. Ajo që më bën të ndjehem mirë është dhe ideja e bashkimit të gjithë rajonit ton në një qendër kulturore, pra për të funksionuar si një vetme, duke qenë se ne të gjithë do të jemi bashkë, do të kemi një zë, një ndjesi, një frym, një energji dhe kështu do të mund të realizojmë shumë aktivitete. Do të mundësohet aktivizimi i amatorëve, edhe në Kolonjë, edhe në Devon, edhe në Pogradec, dhe në Maliq, dhe në të gjithë së bashku do të bëjmë shfaqje. Atëherë, meqense këtë teatër të Maliqit ne e fitojmë në parametra shumë të mirë, do të kemi mundësi që të bëjmë dhe shfaqje shumë të mira. Doja që të bëj thirrje të gjithë artistëve të fillojnë të planifikojnë gradualisht shfaqjet e tyre për t'i sjellë në Korçë, por duke i shfaqur në skenën e Maliqit. Pjesa tjetër që mua më gëzon edhe më bën ta them me krenari është edhe emri Dimitër Orgocka, që ky teatër prej kohësh e gëzon dhe tani do të ketë nderin e duhur, siç i takon vërtet një artistit për masave të mëdha siç është Dimitër Orgocka. Me përfundimin e punimeve dhe hapjen e saj për publikun, Qendra Kulturore Dimitër Orgocka në Maliq do të bëhet një qendër e
gjallë për artin dhe kulturën, duke ofruar mundësi për shfaqje teatrore, koncerte, aktivitete artistike dhe ngjarje komunitare. Ky investim shënon një hap të rëndësishëm për zhvillimin kulturor të rajonit dhe një nderim të merituar për figurën e Dimitër Orgockës, duke e bërë qendrën një pikë referimi jo vetëm për qytetin e Maliqit, por për gjithë rajonin e Mëgjer.